A mund të filloj? Mirëdita të gjithëve, të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të medjave, më lejoni që së pari t'i falenderoj qytetarët e vendit tonë për maturinë dhe qetësinë e treguar dje gjatë mbarvajtjes së tërë procesit zgjedhor. Për këtë, dua të falenderoj edhe institucionet e Republikës që mundësuan që procesi të shkonte edhe mirë edhe sigurt. Të nderuar qytetarë, lëvizja vetëvendosje ka një histori vetëm 12 vjeçare, pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Por këto vite kanë dëshmuar rritje të pandalshme dhe të vazhdueshme. Në vitin 2013, për herë të parë garuam në zgjedhjet lokale dhe fituam kryeqytetin Prishtinën. Në vitin 2017, e rifituam Prishtinën dhe shtuam Prizrenin e Kamenicën. Në vitin 2021, shkuam në balotazh në 12 komuna dhe fituam Gjilanin, Kamenicën, Podujevën dhe Shtimen. Pas dorëheqjeve të kryetarëve në veri në nëntor të vitit 2022, në zgjedhjet e jashtëzakonshme në 4 komunat në veri, fituam gjithashtu edhe Mitrovicën e Veriut dhe Leposaviqin në pranverën e vitit 2023. Në zgjedhjet e mbajtura dje, sipas rezultateve preliminare, vetëvendosja ka fituar pa balotazh në Podujev, Kamenicë dhe Shtime. Me votat nga diaspora, mund të dalë që e kemi fituar edhe Gjilanin pa balotazh, që i bie në 4 komunat ku kemi qeverisur në këto 4 vitet e fundit, po vazhdojmë pa balotazh. Ndërkaq jemi në balotazh në 12 nga 17 komuna sa kanë shkuar gjithsej në balotazh nëse e përfshim edhe Gjilanin aty. Të vetmet komuna ku lëvizja vetëvendosje nuk është në balotazh janë Klokoti, Sharri, Joniku, Klina dhe Theranda. Natyrisht, këto janë rezultate preliminare dhe pritet ende, pritet ende numërimi i votave të diasporës dhe i votave me kusht. Mirë po, këto rezultate tregojnë qartë se lëvizja jonë, jo vetëm që e ka ruajtur rritjen nga cikli në ciklin tjetër zgjedhor, por është ngritur si forca kryesore politike në Republikën e Kosovës edhe në nivelin lokal. Kjo është dhurata më e çmueshme, urimi më i mirë që kemi marrë nga populli i Kosovës në këtë 20 vjetor të lëvizjes vetëvendosje si vjet. Pjesa e parë e garës përfundoi mbrëm. Nga sot ne i përvishemi punës për balotazhin. Synimi ynë është i qartë që kandidatët tonë të fitojnë edhe në këto komuna dhe të kthehet ose të vazhdoj qeverisja e mirë të cilën qytetarët e meritojnë dhe që komunat tona të ecin përpara me zhvillim e mirëqenie, drejtësi dhe barazi. Të jenë komuna që funksionojnë e ku qeveriset me transparencë. Por të dashur qytetarë dhe të nderuar gazetarë të pranishëm, ajo që ka ndodhi me 12 tetor rreth raportimeve për Mitrovicën duhet hetuar e hulumtuar. Nuk bëhet fjalë vetëm për një huqje, por për një inxhiniering të paramenduar për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor. Exit pollet e prezantuara gabimisht me 16 pikë të përqindjes, dallim e më tepër se aq nga më shumë se një organizat dhe për të njëjtën komunë. Dhe postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendvotimet, nuk janë thjesht një huqje. Kjo është cenim i demokracisë, i zgjedhjeve të lira dhe integritetit e i sigurisë të shtetit tonë. I ftoj organet e drejtësisë dhe të sigurisë që të merren me këtë çështje. Të nderuar qytetarë, me 9 nëntor besojmë fuqishëm
se do të fitojmë me Hajrullah Qekun në kryeqytet në Prishtinë, me Fatun Pecin në Mitrovic, me Artan Abrashin në Prizren, me Alban Hysenin në Gjilan, me Ardian Golën në Gjakov, me Taulant Kelmendin në Pej, me Jethon Rakën në Kaçanik, me Suleman Mehollin në Vushtre, me Valon Prebrezën në Fushkosov, me Halil Thaqin në Kastriot, me Ali Dulën në Rahovec dhe me Arsim Ademin në Viti. Lëvizja vetëvendosje i fitoi 3 komuna pa balotazh. E ndoshta shtohet edhe Gjilani e bëhen 4. Partia Demokratike e Kosovës i fitoi 3 komuna pa balotazh. E ndoshta ju hiqet hani e Lezit e mbeten 2. Lidhja Demokratike e Kosovës i fitoi 2 komuna pa balotazh, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate nga 1. Edhe një herë, faleminderit shumë për mbështetjen, u jemi për jetë mirënjohës e thellësisht falendërues dhe vazhdojmë përpara. Gëzuar të gjithëve.